vëngull me qëndrimin e tij, duke thënë se ai thjesht po thellë të vërtetën sipas asaj që ka dëgjuar. Megjithatë, mënyra se si ai I shpreh këto mendime duket më shumë si sulm personal sesa si përpjekje për sqarim. Të pranishmit përpiqen ta ndalin, duke I thënë se po e tepron dhe se po përdor gjuhë ofenduese. Debati mes tyre shndërrohet me një përplasje të fortë karakteresh. Brikina e bën të qartë se nuk do të lejoj askënd ta etiketoj apo ta ul në atë mënyrë, dhe se respekti është minimumi që duhet të ekzistojë, edhe në mes të një konflikti. Ajo e akuzon Rogertin për mungesë respekti dhe për përpjekje për ta dëmtuar publikisht me fjalë të rënda. Në fund, situata mbetet e tensionuar dhe e pakëndshme për të gjithë. Fjalët e thëna gjatë debatit lën pasojë të forta emocionale dhe krijojnë një ndarje të thellë mes tyre. Është të qartë se akuzat dhe ofendimet e tilla nuk sjellin zgjidhje, por vetëm përkeqësojnë marrëdhëniet dhe thellojnë konfliktin.